Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia sot është e lartë dhe ju shtyn drejt veprimit. Keni dëshirë të arrini më shumë, por mos nxitoni në vendime të mëdha. Një bisedë mund të sjellë një mundësi të re profesionale. Kujdesuni për trupin dhe pushoni mjaftueshëm. Demi. Qetësia ju ndihmon të ruani ekuilibrin emocional. Mund të merrni një lajm të mirë në lidhje me punën ose financat. Mos u mbyllni në rutinë, dilni dhe takoni njerëz të rinj. Një gest i vogël dashurie do të ketë ndikim të madh. Binjakët. Krimtaria juaj është në kulm dhe idetë tuaja ma gjepsin të tjerët. Sot është dita për të komunikuar me guxim. Një takim i papritur mund të ndesë ndjenja të reja. Mos i lini dyshimet ju ndalin. Gaforia. Emocionet janë të thella dhe kërkojnë vëmendje. Dikush pranë jush ka nevojë për mirëkuptimin tuaj. Në punë, një përpjekje e hershme do të shpërblehet. Mos u mbingarkoni me përgjegjësi që nuk janë tuajat. Luani. Sot jeni në qendër të vëmendjes dhe magnetizmi juaj po rritet. Një mundësi leadershipi mund të shfaqet papritur. Mbani besimin në vete për dëgjoni edhe të tjerët. Një mbrëmje e ngrohtë do t'ju ngrejë shpirtin. Virgjëresha. Fokusohuni në detaje dhe përfundoni projektet e lëna për gjysmë. Mund të merrni lajme që ndryshojnë planet tuaja. Shëndeti kërkon më shumë kujdes dhe qetësi. Një person nga e kaluara mund të rikthehet. Peshoria. Harmonia është qëllimi juaj sot, por mund të përballeni me tensione të vogla. Mos shmangni bisedat e ndershme. Një propozim i papritur mund t'ju surprizojë. Ndani kohë për veten dhe për dashurinë. Akrepi. Intuita juaj është e fortë dhe zbulon sekrete të fshehura. Një ndryshim i rëndësishëm mund të vijë në karrierë. Mos lejoni që frika t'ju ndalojë. Pasditja sjell pasion dhe lidhje të thella. Shigjetari. Optimizmi juaj rikthehet me forcë dhe sjell mundësi të reja. Është koha për të udhëtuar ose për të mësuar diçka të re. Një person i huaj mund të ndikojë pozitivisht në jetën tuaj. Mos harroni të falenderoni për atë që keni. Britsjapi. Puna kërkon përkushtim dhe durim, por rezultatet do të jenë të dukshme. Mos u friksoni nga përgjegjësitë. Një marrëdhënie mund të hyjë në fazë më të thellë. Financat përmirësohen gradualisht. Ujori. Idetë tuaja janë përpara kohës dhe të tjerët më në fund po i kuptojnë. Bashkëpunimet janë çelësi i suksesit sot. Mund të merrni një ftesë që ndryshon rutinën tuaj. Mos harroni të dëgjoni zemrën, jo vetëm logjikën. Peshqit. Intuita ju udhëheq drejt vendimeve të dukura. Është ditë e mirë për art, ndjenja dhe reflektim. Një surprizë romantike mund t'ju lumturojë. Shprehni veten pa frikë dhe besojini rrjedhës së jetës tuaj. Horoskopi në Top Albania Radio.